Mirëmëngjesi dhe mirë se vini në emisionin tuaj të përditshëm. Zgjohuni me ne. Data sot shënon 29 mars dhe ne si çdo ditë tjetër do të kthehemi pas në histori, art dhe kulturë. Do të vëmë ngjarjet më të rëndësishme të datës 29 mars dhe do të kthehemi në vitin 1461. Qyteti i Shkodrës pas një rrethimi të gjatë të lodhshëm u dorëzua përkohësisht para ushtrisë osmane, një moment që shënon një kthesë të rëndësishme në historinë shqiptare. Në vitin 1849, mbretëria e Sardenjës dhe Perandoria Austriake i dhanë fund luftës së tyre me nënshkrimin e Traktatit të Paqes pas humbjes në betejën e Novarës. Shumë vite më vonë, në vitin 1974, ushtria britanike filloi tërheqjen nga baza e saj ushtarake në Maltë, duke përmbyllur plot 164 vite praninë në këtë ishull strategjik të Mesdheut. Në vitin 2004, NATO zgjeroi kufijtë e saj me anëtarësimin e 7 shteteve të reja nga Europa Lindore: Bullgari, Estoni, Letoni, Lituani, Rumani, Slovaki dhe Slovenia u bën pjesë e NATO-s. Dhe në vitin 2017, mbretëresha Elizabete II njoftoi zyrtarisë të lindje princit Charles drejtimin e shoqatës së Commonwealthit, pas dekadash në krye të saj. Por kjo datë ka sjellë gjithashtu në jetë dhe figura të rëndësishme për historinë. Më 29 mars të vitit 1790, lindi John Tyler, presidenti i 10 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në vitin 1864 erdhi në jetë Cy Young, një prej legjendave më të mëdha të bejsbollit amerikan. Në vitin 1871 lindi politikani britanik Arthur Balfour, autori i deklaratës që mban emrin e tij. Në vitin 1939 u lind aktori dhe regjisori italian Terence Hill, i njohur për filmat western comedy. Ndërsa në vitin 1957 erdhi në jetë aktori francez Christopher Lambert, që shumë prej jush mund ta njihni nga filmi Highlander. Nga ana tjetër, kjo datë ka shënuar dhe ndarjen nga jeta të disa figurave të shuara. Në vitin 1792, mbreti Gustav III i Suedis u vra pas një atentati. Në vitin 1982, muzika humbi kompozitorin gjerman Karl Orff, autori i veprës së famshme Carmina Burana. Në vitin 2003 u nda nga jeta mjeku italian Carlo Urbani, i cili identifikoi virusin SARS dhe humbi jetën duke luftuar kundër tij. Në vitin 2010 u shua kitaristi amerikan i jazzit Herb Ellis. Tani u ftë të ndiqni rubrikën Ne dhe Shëndeti. Vanilja është erëza më e shtrenjtë në botë, e dyta pas shafranit, për shkak të vlerave shëndetësore të jashtëzakonshme që ka. Ajo rritet në Madagaskar, Indonezi, Meksik, Tahiti. Vlerat shëndetësore të ekstraktit të vaniljes. Ekstrakti i vaniljes përbëhet kryesisht nga sheqernat komplekse, vajra esencial, minerale dhe vitamina. Ai gjithashtu përmban antioksidant dhe acidin vanilik. Antioksidantët e mbrojnë organizmin nga radikalet e mira që dëmtojnë qelizat e shëndetshme. Këto dëme mund të shkaktojnë sëmundje si kanceri dhe sëmundjet e zemrës. Kokrat e vaniljes janë të pasura me vitaminë B, që ndihmojnë sistemin nervor dhe metabolizmin. Gjithashtu përmbajnë minerale si kalciumi, që bën mirë kockave, muskujve dhe sistemit nervor. Magnezi, i cili luan një rol të rëndësishëm në funksionimin e muskujve, nervave, zemrës dhe kockave. Gjithashtu përmbajnë kalium, hekur, zink, të cilat janë thelbësore për të gjithë mbarvajtjen e organizmit. Duke qenë se vanilja është një burim i pasur antioksidantësh, ajo rekomandohet për një sër funksionesh që nga shërimi i plagëve, lufta kundër kancerit dhe riparimi i lëkurës. Studime kanë treguar që ekstrakti i vaniljes luan një rol pozitiv tek njerëzit që janë të stresuar dhe në ankth. Ndihmon në frenimin e marrjes së sheqerit. Për shkak se vanilja ka më pak kalori dhe karbohidrate se sheqeri, mund të përdoret për të reduktuar marrjen e tij. Përdorimi i vaniljes si zëvendësues i sheqerit gjithashtu mund të zvogëlojë nivelet e larta të glukozës në gjak dhe do t'ju ndihmojë të udhëhiqni në mënyrë jetese më të shëndetshme për zemrën.
Sot do të rrëfejmë jetën e një presidenti amerikan që shpesh mbetet në hije, por që la një gjumë të veçantë në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Bëhet fjalë për John Tyler, presidenti i 10 i Shteteve të Bashkuara. John lindi më 29 mars të vitit 1790 në shtetin e Virginias, një familje të pasur plantatorësh. Ai u rrit mes vlerave të rrepta të jugut dhe që në moshë të re u dallua për zgjuarsinë dhe aftësinë e tij në ligj e politik. Karriera e tij politike nisi herët, fillimisht si ligjvënës në shtetin e tij, më pas si guvernator i Virginias, senator dhe nën president i Shteteve të Bashkuara. Por jeta i rezervoi një të papritur që do ta fuste në histori. Në vitin 1841, presidenti William Henry Harrison ndorroi jetë vetëm një muaj pasi kishte marrë detyrën dhe John Tyler, nën presidenti i tij, u bë president i parë i nisën amerikane që mori këtë postë për shkak të vdekjes së paraardhësit. Pikërisht për këtë arsye, Tyler u quajt shpesh presidenti i rastësishëm, megjithatë ai refuzoi ta shihte veten si zëvendësues. Ai mori kontroll të plotë të presidencës dhe nuk pranoi të konsiderohej vetëm një mbajtës i përkohshëm i vendit. Gjatë mandatit të tij, Tyler përballoi kriza të shumta, shpesh në përplasje me Kongresin. Madje pjesa më e madhe e partisë së tij, Whig, e praktisi. Ai kishte qenë presidenti i parë që përdori voton në mënyrë të përsëritur kundër ligjeve të Kongresit, shkasoi tensione politike dhe e bëri një figurë të diskutueshme. Por kontributi i tij më i madh mbetet zgjerimi i territorit amerikan. Ishte gjatë presidencës së tij që u bë aneksimi i Teksasit në vitin 1845, një hap vendimtar për forcimin e asaj që sot njihet si Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pasi la detyrën, ai u largua nga skena politike federale, por nuk hoqi dorë nga angazhimi publik. Gjatë luftës civile për habinë e shumëkujt, ai mbështeti Konfederatën dhe zgjodhi të ishte pjesë e qeverisë së Jugut. John Tyler u nda nga jeta më 18 janar të vitit 1862 në moshën 71 vjeçare. Për ironi të fatit, ai mbetet presidenti i vetëm në historinë e SBA-s që vdisi një qytetar i një shteti tjetër, Konfederatës së Jugut, dhe nuk u nderuar zyrtarisht nga qeveria amerikane në kohën e vdekjes së tij. Do të vijmë me rubrikën kuriozitete dhe sot do të flasim për një nga kafshët më inteligjente të detit, oktapodi, i cili ka 3 zemra dhe gjaku i tij është ngjyrë blu. 2 nga këto zemra punojnë vetëm për të dërguar gjakun drejt mushkërive të jashtme të oktapodit për ta pasuruar atë me oksigjen, ndërsa zemra e tretë ka një detyrë më të madhe, ajo pompon gjakun në të gjithë trupin e tij. Por surprizat nuk mbarojnë këtu. Natyra e ka pajisur oktapodët me një sistem qarkullimi gjaku krejt ndryshe nga ai i njerëzve. Në vend të hekurit që jep gjakut ton ngjyrën e kuqe, oktapodët kanë bakër në proteinë natyre që transporton oksigjen, të quajtur hemocianin. Kjo është arsyeja pse gjaku i tyre është me ngjyrë blu. Dhe më interesante është fakti që kur oktapodi noton, zemra që pompon gjakun në trup ndalon së rrahuri për të kursyer energji, prandaj e preferon të zvarritet më shumë se sa të notojë gjatë. Një krijesë e vogël, por me një sistem kaq të sofistikuar që na tregon sa misterioze dhe jashtëzakonshme është natyra. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 29 mars 2025 parashikohet të përshkruhet në një mot i paqëndrueshëm. Sipas të dhënave meteorologjike, territori shqiptar pritet të ketë një ditë me vranësira dhe rreshje shiu. Temperatura minimale parashikohet të jetë 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 17 gradë Celsius. Era pritet të fryjë nga jugperëndimi me një shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 12 metra për sekond, çka do të krijojë dallgëzim deri në 3 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 10 deri në 17 gradë Celsius, Kukës 8 deri në 16 gradë, Peshkopi 5 deri në 13 gradë, Tiranë 9 deri në 15 gradë Celsius, Durrës 9 deri në 14 gradë, Kavaj 9 deri në 15 gradë Celsius, Elbasan 9 deri në 15 gradë, Berat 9 deri në 14 gradë Celsius, Korç 3 deri në 10 gradë, Vlorë 8 deri në 14 gradë Celsius, Gjirokastër 3 deri në 8 gradë, Sarand 9 deri në 13 gradë Celsius,
Për datën 29 mars 2025, territori i Kosovës pritet të ketë një mod të paqëndrueshëm. Gjatë ditës do të ketë rreshje të shumta shiu në të gjithë territorin. Temperatura minimale parashikohet të jetë 6 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 16 gradë Celsius. Era do të fryjë kryesisht nga nglinja me një shpejtësi maksimale prej 8 metrash për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovic 7 deri në 15 gradë Celsius, Podujev 6 deri në 14 gradë, Skënderaj 6 deri në 14 gradë Celsius, Pej 8 deri në 13 gradë, Prishtinë 6 deri në 14 gradë Celsius, Gjakov 7 deri në 16 gradë, Malishev 7 deri në 14 gradë Celsius, Gjilan 6 deri në 15 gradë, Ferizaj 6 deri në 14 gradë Celsius, Kaçanik 6 deri në 13 gradë, Suharek 7 deri në 14 gradë Celsius, Prizren 6 deri në 12 gradë Celsius. Nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Bashkë të rishim sërish nesër. Deri atëherë, mirupafshim.